Përshëndetje, shenja e Virgjëreshës. Sot do të interpretojmë kartat për javën 19-25 janar 2026. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizm oracle. Në gjendjen tuaj kemi 7 kupat, mbretëresha e shpatave, 8 kupat dhe 4 monedhat. Atëherë, në gjendje personale me kartën e 7 kupave, duket se do të përballeni me iluzione dhe zgjedhje të shumëfishta emocionale. Ëndra, dëshira jo reale ose opsione që duken tërheqëse, por jo të prekshme. Mbretëresha e shpatave ju këshillon të jeni të qartë dhe racional. Shkëputeni veten nga fantazit, flisni troç me veten dhe vendosni kufi të hekurt. 8 kupat paralajmëron largim nga ajo që nuk ushqen më. Një udhëtim emocional drejt diçkaje më të thellë, duke lënë pas zhgënjimet sipërfaqësore. 4 monedha tregon nevojë për izolim dhe pushim. Tërhiquni për të mbrojtur energjinë tuaj, duke u fokusuar te siguria e brendshme. Pra, mos ndiqni çdo ide emocionale. Përdorni logjikën e mbretëreshës për të dalluar realen nga iluzioni. Kalojmë tek familja, ku kemi vdekja, drejtësia, 6 kupat dhe 5 monedhat në të kundërt. Në familje, vdekja nënkupton transformim të madh, fundi një cikli familjar, ndryshim rrënjësor që hap rrugë për rilindje. Drejtësia kërkon ekuilibër dhe drejtësi, vendime të forta, sinqeritet, korrigjimi pa drejtësive të së kaluarës. 6 kupa të rikthen harmoni nostalgjike, kujtime të ngrohta, rikthim të rrënjët ose lidhje të reja, si për shembull familja e zemrës. 5 monedhat në të kundërt tregon rikuperim nga humbja, dalja nga izolimi financiar ose emocional, mbështetje që vjen pas një periudhe ftohtësie. Kalojmë tek dashuria, ku kemi kalorësi i monedhave, faqa e shpatave, hëna dhe 2 shkopinjt në të kundërt. Në dashuri, kalorësi i monedhave premton qëndrueshmëri dhe përpjekje reale. Një person ose energji e sigurt, praktike, që ka prirje drejt lidhjeve të qëndrueshme. Faqa e shpatave shton komunikim të drejt për drejt, mesazhe të qarta, sfida intelektuale, por me rrezik keq kuptimi ose mund të jetë edhe vëzhgim nga larg me faqen e shpatave. Hëna paralajmëron iluzione dhe sekrete. Intuita juaj ndjen diçka të pashprehur, por frika krijon përçarje emocionale. 2 shkopinjt në të kundërt tregon hezitim për planifikim të përbashkët, dyshime për të ardhmen, bllokim në vizionin e lidhjes. Unë do të thoja, kërkoni qëndrueshmëri reale, mos u mashtroni nga premtime boshe, dalloni iluzionin nga e vërteta me intuit, mos shtyni vendimet në dashuri për shkak të frikës. Kalojmë tek puna, ku kemi 3 shpatat, asi i shpatave, magjistari dhe 3 monedhat. Atëherë, në punë, me 3 shpatat tregon dhimbje, tradhti ose konflikt, plag kolektive, mos besim në ekip. Asi i shpatave hap qartësi të re, ide të freskëta, vendim të prerë për bisedë ose drejtim. Magjistari fuqizon aftësitë tuaja, manifestimi i talentit, komunikim i fuqishëm dhe fillim të ri. 3 monedhat nënkupton bashkëpunim të frytshëm, ekip kreativ dhe projekte që rriten bashk. Me prizm oracle kemi ankthin. Ankthi pasqyron tensionin e javës për ju, iluzionet, dyshimet dhe plagët psikologjike, të cilat mund t'ju mbingarkojnë, por kjo energji ju shtyn drejt qartësisë dhe veprimit. Pra, unë do thoja menaxhoni ankthin duke u mbështetur te logjika e mbretëreshës së shpatave dhe te asi i shpatave, duke pranuar transformimet dhe duke krijuar me besim. Ankthi shndrohet në forcë kur veproni me ndërgjegje. Ky është mesazhi për ju.
Patim.